Gazetari u lumtues kroat Domagoj Margetić ka arritur të sigurojë intervistën me Aleksandar Liçanin, i cili ishte dëshmitar i vrasjeve nëpër Sarajev, në atë që tashmë po njihet si Sarajeva Safari. Ai tha se është dëshmitari i asaj se çfarë kanë bërë serbët gjatë luftës në Bosnjë dhe Hercegovinë, përfshirë Slavoj Aleksić, Vojislav Šešelin dhe Aleksandar Vučićin. E di se kanë sjellë njerëz edhe nga shtetet e tjera duke vepruar njëjtë, pra vrasjen e fëmijëve të pafajshëm, civilëve, grave dhe të moshuarve nëpër Sarajev, tha Liçanin, i cili shtoi se këtë nuk po mund ta duroj pasi atëherë po thuhet se të gjithë ne jemi njësoj. Ndërkaq kur është pyetur nga gazetari kroat se Vučići jo vetëm që është marrë me organizime, por edhe ka shtënë vetë nga snajperi nga varrezat e hebrejve. Ashtu është, ekzistojnë edhe disa fotografi ku ata shihen duke mbartur në shpinë pushkë të llojit snajper, kurse rrëfimi i tij se ishte ombrellë është trillim, shtoi Liçanin. Gjithashtu ai theksoi se ishte dëshmitar kur Vučići dhe Šešeli organizonin turistë snajper që shkonin në varrezat e hebrejve. Njerëzit vinin nga vende të ndryshme për ta bërë këtë për para, pasi askush nuk është i çmendur që të vijë dhe ta bëjë falas, theksoi ndër të tjera dëshmitari. Sa i përket asaj që Vučići mohon përfshirjen në këto vrasje, dëshmitari është pyetur se pse njerëzit po friksohen ta thonë të vërtetën. Njerëzit friksohen për veten dhe familjet e tyre, por unë jam i përkushtuar ta them të vërtetën dhe dua që e vërteta të mësohet nga të gjithë, që të vihet pika atij safari të mallkuar të Sarajevës dhe të dihet se kush çfarë ka bërë dhe kush ka shtënë mbi civilët në Grabavic. Lokalet zbrazeshin që Aleksić, Šešel dhe Vučić të mund të qëndronin lirshëm, tha përfund Liçanin.